Policia ka arrestuar një nga 4 personat e shpallur në kërkim për vrasjen e çiftit të bashkëshortëve Kreshnik dhe Gentiana Mujeci. Ngjarja ndodhur me 26 prill të këtij viti në fshatin Balldre të Lezhës. Në pranga ka rënë shtetasin me inicialet BK 40 vjeç, i cili u lokalizua dhe u prangos në Ulqi nga autoritetet malazese, pas informacioneve të siguruara dhe shkëmbimit të dhënave mes dy policive. Me njëherë pas kapjes, 40 vjeçari u deportua në pikën e kalimit kufitar Muriçan, ku u dorëzua policisë kufitare shqiptare dhe më pas u shoqërua nga efektivët e drejtorisë vendore të policisë Lezhë. Sipas policisë, ai ishte shpallur në kërkim me vendim të gjykatës së Lezhës, e cila kishte caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale për krahje autorit të krimit kryer në bashkëpunim. Nga hetimet rezulton se 40 vjeçari dyshohet se ka ndihmuar autorët e vrasjes së çiftit Mujeci, duke fshehur në banesën e tij automjetin e përdorur prej tyre pas kryerjes së krimit. Makina u zbulua dhe u sekuestrua nga policia gjatë kontrolleve të zhvilluara në kuadër të hetimeve. Ndërkohë vjojnë kërkimet për 3 personat e tjerë të shpallur në kërkim në lidhje me këtë ngjarje, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme.